kapteni në rrjedhën e lumit tani? Pavarësisht pasionit që ne kemi për sportin e raftingut, ne ndjem si detyrim vetë nga natyra që ishim sa më pranë njerëzve në nevojë, për shkak se prurjet e shiut kanë qenë të dendura dhe niveli i lumit ka qenë temasi i lartë, dhe çka e bën dhe shumë të rrezikshëm. Ne kemi konstatuar, kemi vajtur afër tokave të përmbytura, po që nuk ka pas nevojë që ne të kemi një ndërhyrje konkrete, dhe fatmirësisht që nuk ka pas nevojë që ndërhyjnim për shkak se gjithë njerëzit kanë qenë të evakuar. Prej sa kohësh vjoni të bëni rafting? Unë personalisht kam 12 vjetë që e kryej sportin e raftingut dhe konkretisht kam krijuar dhe një kompani time me të cilën ushtrojmë aktivitetet në natyrë në zonën e Skraparit dhe të kanjoneve të Osumit. Po gjithashtu ne futemi dhe gjatë gjithë kohës me djemë të rinj që cilit të trajnojmë vit pas viti, në mënyrë që ne të kemi gjatë gjithë kohës ta shpërndajmë këtë lloj kulture dhe gjatë gjithë kohës kemi dhe ne një krah më shumë për sa i përket ndihmës për banorët. A keni asur në një rast kur ju është nevojitur ndihma juaj? Ka pasur raste që është nevojitur ndihma jonë në kanjonet e Osumit. Kemi pas para 3-4 vjetësh, ku unë punoj diku tjetër, kemi pas një rast që kanë qenë dy turistë nga Hollanda, të cilët pasoi një incident dhe fatmirësisht gruaja shpëtoi dhe burri ka qenë e mundur që të dalë trupi mbas 4 ditësh, duke pasur dhe ndihmën e forcave speciale të Reneas. Si e ka pritur komuniteti këtë nismë tuaj duke marrë rrugën që prej kanjoneve të Skraparit e deri në Berat për të ardhur në ndihmë familjeve që do kishin nevojë, ato që mund të ishin të bllokuara nga rreshtit e shiut? Ne jemi duar të okitur për iniciativën dhe për këtë që kemi bërë dhe njerëzit kanë pritur pak çuditshëm se thonë që janë këta që futen tani, po ata nuk e kanë kuptuar që arsyeja kryesore e futjes tonë në lumë ka qenë për të qenë në ndihmë të njerëzve përreth. Prej sa personash është stafi juaj që futeni dhe a janë ata të certifikuar që mund të japin ndihmën e parë? Konkretisht stafi është i përmbledhur nga 3 persona të cilët vjen të mundur nga Renegomone, se tjerët janë në trajnim personalisht nga unë dhe më pas do pajisem me certifikatat e udhëheqësit turistik nga Ministria Përkatëse. Ne i kemi gjitha licencët, unë si tur operator e kam licencën e tur operatorit,